Dhe jam këtu së bashku me këngëtaren Fjolla Jahiu, me të cilën do flasim për Eurovisionin këtë vit. Të shohim se çfarë mendime ka dhe ajo sa i përket vlerësimit të Shqipërisë në vendin e 8 dhe fituesi i cili ka qenë dhe JJ nga Austria. Fjolla, të falenderojmë edhe një herë që je pjesë e emisionit tonë sot dhe më thuaj pak sa je e kënaqur me rezultatet e Eurovisionit këtë vit. Apo më mirë mos të pyes tuaj. Patjetër, tash do e komentojmë. Duke krahasuar me vitet paraprake, më se një dekadë, kjo është pozicioni më i lartë që ka arritur, më thënë që nga viti 2012, që nga Fitoria plasimi në numrin 5 i Rona Nishliut. Kështu që nuk është në vendin ku duhet të ishte, se materiali ishte i mirë, ama nuk ishte edhe keq, duke krahasuar me vitet tjera. Ku e shihje Shqipërinë, në cilin vend? Të paktën top 5, të paktën. Të ishte kështu numër 5, isha Do ishim të kënaqur. Po. Përmende që në fillim të emisionit se ndjek Eurovisionin në çdo vit. Si e përjeton çdo vit? Duke qenë se je dhe vetë artiste, a i komenton ato që këtu stonoj, kjo si dueshte, kjo nota mund të ishte më poshtë, kjo më lartë, tu ja ka fut kot, ose ku di unë kështu? Të pashmangshme në ato. Se jo për gjë, po këto komente i bëjmë dhe ne që s'marrim vesh e lëre më ju që merrni. Kur jemi, domethënë, çdo vit ne shohim bashkë me familjen, edhe unë nuk ka shans të mos komentoj, sepse më vjen nga brenda, jo që edhe është diçka që në të cilën jam shumë e interesuar, edhe është fusha ime. Këtu pak ju drizëri edhe motrës i drejtohem e dëgjove, jo, kjo një notë stonoj pak. Ose materialin, me thënë, teksti, nuk përshtatem instrumentalin, duhet të jenë një nivel të dyja, komentet pa fundme. Si e vlerësove këtë të fundit, performancën e Shqipërisë në ato finalet, gjysmë finale, provat në festat të cilat i organizonte secili shtet, si e vlerëson në përgjithësi? Çfarë mendon se ishte piku, çfarë mendon se e bëri më të veçantë se performancat e tjera në këtë edicion apo dhe performancat e Shqipërisë deri më tani në Eurovision, ose diçka që ndoshta mund të ishte më ndryshe, sipas te jeti komentojmë të gjitha aspektet? Po, kam të komentoj edhe për këtë diçka. Materiali ka qenë shumë i mirë këtë vit, edhe ka qenë shumë autentik, shumë original, madje edhe për këtë më pëlqeu, me thënë ishte absolutisht fantastik. Po që ka mundur instrumentalit përfshi pak më shumë elementet folklorit shqiptar, shembull si Qiftelia. Kishte pak element, po unë prisja pak më shumë, megjithatë ishte kompozuar shumë bukur, kështu dueti ishte shumë i bukur, vokalistja kishte një vokal të mirë shumë, edhe teksti patjetër. Madje edhe kjo është qëllimi i Eurovisionit, që të sjellim diçka nga kultura jonë, nga historia jonë, edhe ata e bën me sukses. Prandaj prisni pak më shumë, po numër 8 nuk është edhe aq keq, konsideruar me vitet tjera në të cilët është plasitur Shqipëria. Sa i përket vendeve, përpara se të kalojmë tek detajet e tjera, Shqipëria në 2004 ka marrë vendin e 7 dhe 2012 vendin e 5. Dhe këtë vit vendin e 8. Si komenton këto? Këto kanë qenë më të larta që ka arritur, ndryshe kemi fituar edhe vendin e 17, 16, 21, disa herë edhe nuk kemi kualifikuar. Si e krahason me këto të tre? Do me thënë ka qenë Juliana Pash, ajo që nga ka quar deri në vendin e 7, ka qenë Rona Nishliu deri në vendin e 5, dhe këtë vit Bea, ka qenë Beatrice, Shkodra elektronike pa tjetër, por Beatrice është komentuar aq shumë për të gjithë zërin. Ka qenë, edhe pse ka qenë grup, ka qenë shumë e komentuar edhe si solo. Si e komenton edhe këtë pjesë? Kam pa në me thënë në gjithë rrjetet sociale, ka pasur shumë feedback pozitiv për këtë këngë. Me thënë, gjithë mendonin edhe njerëzit të cilët normal që mund preferojnë që shteti tyre të fitoj Eurovisionin, për gjithë thonin, jam dakord që këtë vit të fitoj Shqipëria. Edhe ju pëlqente shumë ai elementet, me thënë, duhet që ishte, shkaku se thente pak monotoninë e këngës, edhe ishte e bukur. Përmende tekstin që ishte shqip, ka pasur dhe shumë komente edhe nga shqipfolësi që ka thënë se nuk është i kuptueshëm, se marrin vesh çfarë thotë, kështu gjëra. Në aspektin artistik, si e komenton ti këtë? Do me thënë, mendoj se shqipja, aq më tepër geknishtja, jep një hije edhe më të bukur këtij kompozimi, po ky nuk ka qenë mendimi i disave. Po duke marrë parasysh që titulli është Zjerm dhe jo Zjarr, nuk kuptohet, do me thënë që nuk e flet që tamam gjuhën standarde pastër, po flet në gegarishte. Edhe dëgjohej në çdo fjalë të cilën e shqiptonte. Po i ka shtuar një element shumë bukur se ajo është pjesë e jona, pjesë e gjuhës tonë, e historisë tonë. Kështu që e kuptoj që njerëzit duan të dinë për çfarë flitet te kënga, edhe
pak mund t'i frustroj ajo që nuk e kuptojnë mirë si duhet, po që nuk e kanë nga një vend i keq atë që e thonë, vetëm që duan ta kuptojnë, dhe i kuptoj edhe ato. A thua për këtë mund të ketë qenë vetëm arsyeja sepse mund të kenë komentuar që duhet ishte pak më e qartë, ose ku ta diun, teksti më. Kuptoj atë nevojën e tyre që duan të dëgjojnë më qartë, por si që thash, kjo është një element i cili ka bërë performancën të bukur. Po ashtu një gjë tjetër që është komentuar shumë ka qenë dhe performanca dhe lëvizjet e stilit Vogue, siç thatë vetë Beatrice kur e kishim në emisionin ton. Kanë qenë mjaft të komentuara, mjaft të kopjuara në aspektin e mirë të fjalës dhe nga të gjithë mjekësit dhe adhuruesit të Zjerm këtë vit. A mendon se kjo e ka rritur dhe më tepër popularitetin e kësaj këngë jo vetëm në aspektin për të fituar pika, po për të fituar vend, por për të kënduar për te Eurovisionit? Po, se kam pa shumë video, me thënë gjithandej, tamam këtë pjesën kështu, ku bën Vogue ajo. Edhe gjithë e kam pëlqyer, me thënë, më pëlqen se kanë vendosur elemente me të cilat mund të prekin çdo lloj audience. Me thënë që ti tërheqin të gjithë, jo vetëm një pjesë, dhe kjo është e mençur dhe e mirë. Ka shumë këngë që në festivalet muzikore marrin vende, por mbesin aty. Dhe ka shumë të tjera që nuk marrin vende dhe që bëhen super virale, dëgjohen dhe shumë vite të tjera. Çfarë mendon se do jetë, si mendon se do jetë fati i Zjermit këtë vit? Mendoj... Do ngec aty te Eurovisioni ose do dëgjohet për te dhe do preferohet e më tepër? Mendoj që do dëgjohet më tej, sepse potenciali shihet që tani, dhe duhet patjetër që ta promovoj Bea, edhe kështu do arrin edhe më shumë famë, do bëhet edhe më virale, sepse më virse është virale, po me punë patjetër që do arri. Shihja dhe artistë të cilët veç më ishin konkurrent në mos gaboj, ndoshta jam gabim, Kroacia, ose nuk e di nga cili shtet, këngëtari ishte duke votuar, ndërkohë që performonte Shkodra Elektronike ishin duke votuar, pra bashkangjitje me atë mendimit që tha edhe më herët se pavarësisht që ka qenë shteti vetë pjesëmarrës, kanë votuar për Shqipërinë. Janë tifoz të kësaj këngë të Shqipërisë, kanë qenë, po. Madje pash edhe një video, ishte njëri nga konkurentët, nuk e di mos gabofsha i cili shtet, por që e këndon të kështu shndrit në audiencë. Kishin kështu preferuar. A do e fusesh ti në atë repertoarin e këngëve të tua shndrit këtë vit? A e ke menduar? Nuk e kam menduar realisht. Mirë që më kujtove që mund, po pse jo, të gjitha mundësit janë të hapura, nuk limitohemi as pak. Do marrësh dikë tjetër për kolon ose do i bësh të dyja pjesët vet? Jo që nuk mundem vetë, po që është pak më bukur nëse e marrim edhe dikë për pjesën tjetër. Më the se Eurovisionin e ke ndjekur vit pas viti. Po. Si ka qenë Shqipëria vit pas viti? A jemi përfaqësuar nga ata të cilët e kanë merituar që të na përfaqësojnë? Ose mendon se disa herë mund të kishte edhe në një switch, në një ndërrim mes atyre që janë vendosur veçmë? Realisht jo çdo vit. Nuk kemi pasur përfaqësim të denjë çdo vit, por kryesisht, domethënë, në përgjithësi kemi sjellur material të mirë. Dhe kjo besoj se ka rëndësi për... Patjetër, po. Mirë po edhe vitet të cilat nuk kemi kualifikuar, edhe tregojnë. E dëshmojnë atë, po, që nuk është kot. Përmend edhe më herët se Zjerm e bën më të veçantë edhe pjesa folklorike. A mendon se këngët të cilat do përfaqësojnë Shqipërinë në Eurovision edhe në vitet e ardhshme, në qoftë se pas këtij zhgënjimi vendosin që të marrin pjesë, duhet që të ruajnë ato traditën, ato pjesën folklorike ose t'i bashkohen trendeve europiane? Jo, do të thonë, nuk jam me mendimin që t'ju bashkohen trendeve europiane, duhet të ruajnë autenticitetin dhe originalitetin e vet. Ka ndodhur që kam parë ndonjëherë kemi pasur edhe këngë me cilat jemi përfaqësuar këngë anglisht, që nuk më pëlqen. Unë më e vogël kam qenë shumë më e dhënë, të themi, mas performancave kështu në anglisht. Edhe nuk e kisha shumë dert se jemi Shqipëri dhe këndojmë në anglisht, por tani jam duhet të këndojmë shqip dhe duhet të ketë ose të paktën një përzierje, nuk është kush e di çka, s'ka lidhje, mund pak shqip pak anglisht, por shqipja duhet të jetë prezente patjetër. Edhe te instrumentali sidomos, elemente të folklorit shqiptar, patjetër. Na bën, e kemi shumë të pasur këtë pjesë, edhe duhet na dallon. Kështu që duhet të jetë prezente patjetër, po. Pikërisht. Cili nga artistët që na ka përfaqësuar deri më tani në Eurovision do i kishe thënë lere fare se si për këtë punë? Vërtet, duhet përgjigje. Më intereson në syrin e një artiste je. Okej. Ronela Hayati.
Pse mendon kështu? Se Ronela është shumë e mirë dhe është shumë e mirë është mbretërisha e mbrëmjeve live po. dhe performancave elektronike dhe kështu gjëra. Të gjitha këngët që i ka, me thënë pëlqejnë, janë shumë të mira për t'i dëgjuar. Por që në Eurovision nuk përfaqësoi ashtu siç duhej dhe siç na takonte neve si Shqipëri. Këtë vit fitoi një këngë balad. A mendon se do kishim më tepër sukses me një balad këtë vit? Mendoj që po, sepse pak më shumë favorizohen baladat. A jemi njerëz depresiv ose thjesht tigullojmë më bukur? Duke që po, na pëlqen shumë të luajmë duket. Po duke marrë parasysh që edhe me thënë Ron Nishliu me këngën Sus apo Qaj, arriti vendin e 5 dhe ishte një balad, duhet të ndjekim ndoshta formulën e saj, që të kemi sukses më shumë në të ardhmen. Megjithëse përmendëm dhe fituesin, a e dije që ky do jetë fituesi i padiskutueshëm në qoftë se nuk do ishte Shqipëria gjithmonë? Po, Shqipërinë kemi tani. Nuk e përmendim fare atë pjesë. Nuk e përmendim fare se nuk është diskutabile ajo, patjetër që ne doam që Shqipëria të shkojë sa më lart. Po, në momentin e parë që e kam dëgjuar, me thënë JJ-n, artistin fitues të Austrisë, jemi shikuar kështu me motrën. Ky është i mirë, ky është i mirë. Dhe ndoshta nuk e kisha kështu sigurt në mendjen time se ky do e fitoj, po vetëm një gjë dija. Me thënë ishte nuk e di cili ishte me radhë, i 6 ose i 7 nëse nuk gaboj. Unë thash ky është i preferuari im pas Shqipërisë normal, po thash ky është, edhe jam thotë po kemi edhe shumë shtete tjera, edhe 19. Ky është i preferuari im. Edhe ashtu ngeli, domethënë, ishte jashtëzakonisht. Mund të themi lirshëm se ka merituar fitore. Flasim drejt. Po, ishte. Ishte i mirë shumë. Po, kishte edhe prej atyre që e quanin si një kopjim të Nemos vitit të kaluar. Çfarë mendimi ke për këtë? Ndoshta pjesa e operës e bëri të tillë? Opera ka tendencë ndonjëherë që duket e ngjashme, me thënë me një pjesë tjetër muzikore, por nuk në kupton që ka kopjuar. Aq më tepër që JJ kishte edhe një zë të veçantë me nota shumë të larta, nuk më kujtohet si i quheshte në aspektin artistik, po, duke marrë parasysh se është një mashkull, rangun e vokalit i kishte shumë gjerë, edhe arrinte nota shumë të larta që ka edhe disa vajza, domethënë, që nuk mund t'i arrin ato nota. Ishte një rang i gjerë i vokalit, është një plus shumë i madh, po. Në aspektin artistik, duke kombinuar performancën dhe vokalin e JJ dhe të gjitha të miksimin e mënyrës të kënduarit, pra jo vetëm në opera, si e vlerëson performancën? Përveç se të pëlqeu si muzikë, si projekt muzikor, si këngë, në aspektin teknik. Ishte mjaft skenike, më pëlqeu, më thonë, nuk kam ndonjë kritik ndaj kësaj këngë dhe kësaj performance dhe gjitha të pjesën e Austrisë, më pëlqeu shumë realisht. Edhe ishte material i mirë. Një nga këngët më virale të këtij edicioni, përveç Shqipërisë, ka qenë dhe Espresso Macchiato. Po. Domethënë nuk ka nevojë fare ta këndosh tekstin apo të përmendesh emrin e këngëtarit apo ku ta diun, mjafton kaq të thuash dhe e dim se për kë bëhet fjalë. Estonia ka bërë namin. Vërtet ka bërë namin. Shqipe sa e rëndësishme është, me thënë, kanë gjetë një element, me thënë që ua kanë ngulitur në kokë këngën e tyre, njerëzve, dhe tani krejt. Ishte edhe ajo kënga e Finlandës, madje performoi ajo artisti, Qa e Finlandës. Po, edhe kjo ishte, domethënë e shoh nëpër video. Nuk ka kush artistrie, mirë, po është diçka që kështu të ngel në kokë, me thënë të fiksohet. Kjo është, me thënë, duhet të ndiqet pak kjo formulë që, me thënë, zjermi e pat njëjtë. Po. Se para se të fillojnë me të emisioni, e këndonin bashkë, ku se edhe jo është që fiksohet në kokë. Të fiksohet, po. I ka disa pjesë, edhe në qoftë se ne nuk mund t'i këndojmë pjesët e tekstit duke qenë se për vete jam toskë dhe kam shumë të vështirë, po më merr mendja dhe shumica e kanë këtë problem. Gjithsesi, edhe për Espresso Macchiato, që ishte, siç e thash, ndër këngët më virale ndoshta, ndër të tjera, është menduar se është një lloj kopjimi në thojza të Hollandës vitin e kaluar. Jean Klust, mos ka bëj ashtu quheshte, që e kishte atë këngën Iho Papa, ishte si një muzikë ngjashme, kështu e kanë klasifikuar. Ishte ai me atë kostumin e kaltër që i përmendte të gjitha shtetet e Europës dhe që këndonte për të se jemi të gjithë të njëjtë dhe kështu me radhë. Ishte stili ngjashëm me Espresso Macchiato. Por gjithsesi, edhe pse unë mendua se ishte një kopim edhe ky në këtë rast, edhe ky hyri në top 3-she. Pse mendon se ndodh kjo? Po, shkakuja saj që përmendëm me thënë se Espresso Macchiato dhe njerëzit nuk duan shumë seriozitet.
duan pak më shumë të lehtësojnë. Tani si tham, do të thonë jemi popull i vuajtur, por realisht njerëzit duan që pak edhe të kënaqen. Ne duam o njërin o tjetrën. O njërin ekstreme, o do vuajmë, o espresso macchiato. O espresso macchiato, më thonë, nuk ka një mesatare o andej o këndej në ekstreme. Edhe njerëzit e kanë pëlqejt shumë shkaku se nuk ka qenë shumë serioze, nuk ka qenë shumë tense. Në top 10-shën, do them top 10-shën me shumë se aty e kemi Shqipërinë, sepse do doja shumë që ta komentonin top 5-shën. Gjithsesi, në vend të parë e thamë se është Austria, në vend të dytë Izraeli. E surprizuar, e pritshme, e merituar, si thua? E surprizuar pak a shumë, në një anë po, në tjetrën jo. E merituar, mund të them njëjtën përgjigje. Pak a shumë. Në fakt, vendi i dytë është shumë lartë. Shumë lartë. Për atë ku plasit Izraeli është shumë lartë. Nuk e meriton të vendin e dytë. Absolutisht. Ja. Jam dakord me ty me këtë. Vendi i tretë, kafe për të tërë. Macchiato, espresso. Vendi i katërt, Suedia, Barabata Bastu. E merituar? Jo. Madje isha e dëshpëruar nga Suedia këtë vit, shkaku se çdo vit Suedia ka qenë kështu on top me materialin. Madje edhe 2-3 herë kanë fituar Eurovisionin. Dhe unë jam mësuar personalisht që të shoh kualitet prej tyre. Edhe tash këtë vit tash çka është kjo? Çka po ndodh? Kjo është diçka ndryshe. Kush e di të çfarë ke bërë Suedisë? Tani ato na kanë rritur standardet pak më lart Suedia, edhe tani sollën një material poshtë standardit dhe nuk e meriton të vendin e katërt. A mendon ndoshta se edhe ajo ideja që hose na njohin për të mirë ne dhe e kemi vënë në terezi. Mendon se ndikon pak edhe kjo? Po mundet realisht. Pasi mendoj që e kanë krijuar atë bindjen te njerëzit se ne tani më na din pak si fitues, kështu që kemi pak hapësirë që të devijojmë, të eksperimentojmë me material, por duhet nga njëherë të ecësh kështu tamam në binar. Po, nuk i dihet, nuk duhet të eksperimentosh. Por para se të kaloj tek vendi i 6, doja të të pyes ty përveç Shqipërisë dhe JJ, kush kanë qenë të tjerët të preferuar, top 3 ose top 5 jote? Top 3 ka qenë, me thënë, Shqipëria, Austria dhe Greqia. Ua, pas kemi të njëjtat. Pas kemi të njëjtat preferenca, sepse vendi i 6 ka qenë Greqia me Aster Romata. Do me thënë, më ka bërë që të kem dëshirë të shkoj në Greqi këtë vit. Ne kemi dëshirë të shkojmë çdo vit, është shumë bukur në Greqi. Po pra, po këtë vit sikur pak më tepër se kjo kënga ashtu na bën. Po, ishte vërtet fenomenal. Vendi i 6. Shumë e bukur, po. E pritshme? Besoj e pritshme, po. Komentet nuk thoshin që ishte e pritshme. Komentet e klasifikonin në top 3 ose top 5. Po mirë, 6 për një numër. Gjithsesi një tekst i fuqishëm, një performancë shumë e mirë nga Klavidia. Performanca edhe vokalin shumë të mirë, se ka shumë dikim ajo pjesë. Madje ato notat e gjata mendoj se në aspektin artistikor ishin okay, apo? Po. Brenda normave. Po, ishte performancë e bukur dhe e mirë, artistikisht, muzikalisht. Dhe më duke Klavidia si një vajzë shumë pozitive, shumë me energji të mirë, nuk e di pse. Dhe kur i shihja atë urimet që ka bërë atyre që kanë fituar, domethënë ishte shumë entuziaste për të gjithë. Po ishte kështu e di cheerful, pak më lumtur, jo ashtu e zymt. Jo si kënga. Jo si kënga. Definitivt jo. Në vend të 7, Franca me Maman. Mendoj se Franca meritonte më mirë. Si thua ti? Ose është mirë aty ku është? Mendoj që është, po, as më poshtë as më lart. Mendoj që është një vend tamam aty ku është plasitur. Megjithëse jemi te Franca, kemi kontribuar dhe ne, pra Shqipëria në këtë vend për Francën. Po edhe ato kontribuan për ne, kështu që ndoshta edhe meriton Franca pak më lart. Me qëra fjala? Me qëra fjala, po, kështu ndryshova mendim tani. Sa i përket pikëve, a ishe surprizuar për ndonjë shtet aprisje më mirë, aprisje që Franca t'i jepte dhe Malizi, meqense këto ishin shtete që na dhanë pikë më të larta? Nga Malizi prisja, po. Madje ju drejtova motrës tash në qoftë se jo 12-10 pikë duhet t'i jap Shqipërisë. Edhe ndodhi ashtu fiks. Nëse nga Franca nuk e prisja realisht. Nga Italia prisja, thash këto duhet bëjnë diçka për Shqipërinë. Mirë, po, nuk na shgënjyen. Por ama edhe ne kthejmë borxhin. Po. Kështu që ishte fair. Po. Në vend të 8, siç e tham, Zjermi, që nuk është për advent, po hajt më. Nuk është për advent, po. Kur e fillova bisedën dhe thash Shqipëria në vend të 8, thash me mendjen time sa mirë do ishte sikur thosha të paktën në vend të 3. Po, 8, 3 shumë. Sa do xhantë, po nejse. Vendi 9 Ukraina. Vendi 9 Ukraina. Mendoj se ishte okay. Sipas teje? Ose meriton të dikush tjetër të jetë vendi 9? Si top 10-she, ka qenë deri diku e mirë. Po.
Dhe 10 Zvicra me vajazh. Kujtojmë se Zvicra mori 0 pikë nga publiku dhe ishte... Sa doja ta përmend dhe unë... Si të duki vlerësim nga publiku? Madje thash, isha sigur që Shqipëria do kaloj në vendin e 9, se prisja që Zvicra do me thënë të marrë më shumë pikë nga publiku, dhe kur të bashkohen pikët së bashku me të juris, do e kaloj me njëherë, me thënë Shqipërinë. Mirë po, më thash një kështu në mendjen time, thash para mendo, se ishin 4 pikë diferenca, dhe me thënë që ta kaloj Shqipërinë. Thash para mendo me 2-3 pikë, para mendo, edhe më nuk e kaloj Shqipërinë. Për surprizën time, 0 pikë. Për fatin ton, pra. Për fatin ton, po. Gjithsesi ishte me të vërtet një surprizë. Jemi drejt fundit të kësaj bisede. Më thuaj pak vetë në qoftë se do kishe pasur dëshirë, mundësi, pse jo ndonjëherë do kishe shkuar ta përfaqësosh ti Shqipërinë, do kishe konkuruar. Patjetër, është një privilegj dhe një nder që të këndosh një skenë të madhe si ajo. Do kishe shkuar? Do me thënë ke fjalën balad ose këngë ritmike? Me kam menduar madje, kështu e di, for fun. Do ishte një kombinimi të dyave. Ndoshta kështu një nismë pak si më ngadalë balad dhe pastaj direkt shumë bau, një bombë aty mes performancës. Që mos kenë se çfarë të ankohen se jo, po duhet të ishte më ritmike, jo, po duhet të ishte më e qetë. Jo ishte shumë e qetë, jo ishte shumë eksplozive, kështu i kemi të dyja bashkë dhe nuk ka fjalë për askënd. Kombinimi të dyave. Cili artist shqiptar mendon se tjetër mund ta përfaqësojë Shqipërinë në të ardhmen? Po kemi Elvana Gjatën, që edhe ka konkuruar, me thëmë, por nuk është zgjedhur që ajo të përfaqësojë Shqipërinë, mendoj që do ishte një përfaqësuese e denjë për ne. Po dikush që nuk duhet ta mendoj asnjëherë këtë punë? Kemi më shumë. Një mas konsiderueshme, po. Më të pakët janë ato që janë përfaqësues tamam, që janë me gjitha vlerat artistike. Me gjitha, dhe besoj se ti i dallon dhe më tepër duke qenë se dhe veti e këngëtare live dhe e dallon se deri ku e kanë atë forcën artistike. Fjolla, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit tonë sot. Shpresoj që vitin e ardhshëm të flasim për Shqipërinë për vendin e parë, pse jo? Shpresoj. Dhe ndoshta dhe do jesh tjetër pjesëmarrëse, kështu që nuk i dihet jetës asnjëherë. Nuk i dihet, shohim ku do na sjellja ardhmja. Ju falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit juve, ty ishte kënaqësi.